Unë jam Gjovalini, këtu jemi të punishtja e prodhimit të djathrave, punishtja e Veleçikut. Ne kemi si një punishtë artizanale, si biznes familjar. E kemi filluar para 15 vitesh. Kemi ruajt traditën e prodhimit të djathrave, ku para 2 vitesh jemi certifikuar dhe si specialitet tradicional i garantuar me djathrin tradicional zonës tonë, djathri i Zimi Veleçikut. Prodhojmë mbi 16 lloje djathri, djathra me boronicë, me sherebel, me erza të ndryshme. Projekti Prema na ka ndihmuar që të analizojmë të gjithë mënyrën e funksionimit të punëve përditshme që bëjmë në punishtën tonë dhe kemi instaluar panelet fotovoltaike në prodhimin e energjisë elektrike. Kemi filluar të trajtojmë dhe mbetjet që vjen nga prodhimi i djathrit hirën, duke futur si produkt të ri gjizën. Më përpara nuk e kemi pas trajtuar, tani me projektin Prema kemi filluar që ta prodhojmë dhe ta shesim dhe në 2 muajt e parë kemi arritur që të kemi një fitim nga rreth 1000 euro në muaj.